kosherja e bletëve. Gjithë këto blet! A mendon se gjithë këto vin nga lulet? Besoj se po, pasi ka shumë lule këtë rrotu. O sot, çfarë kanë këta që vin kështu? Shiko atje! Ato po shkojnë drejt shtëpisë tënde. Eja shpejt që t'i lajmërojnë të tjerët. Kjo është e përsosur, kosherja ime e bletëve ishte padobishme në fillim, por tani mi pret banor të rinj. Po, Bolu, mandi do të mbledhim pak mjalt. Por tani si do t'ja bëjmë që t'i kapje vau? Do të përdorim barin e magjistarëve. Unë e di se ku ta gjej, ma lini mua. E po mirë, Koko, na thuaj ku ta gjejmë këtë bar. Me besoni, sa ta morën dhunë. Dhe madje do vaja që ata janë shumë budallënj. Kemi për t'i vënë flakës të pitë një lobenjes. Shikoj atë janë këtësi të mbaruar. Po ata duan të vrasin bletat? Ata thjesht duhet t'i kapin bletët, shoku. Kemi për të bërë diçka. Terat e herë të t'i mbajnë në veshkenj. Këtë herë miqtë e mi mund të shkojmë. Mbi të gjitha me shumë vroll, nuk kemi pse eshtim si gjithë bota, a nuk është kështu bambu? Mendoj se karroca du të bëjmë shumë zhurmë. Në rregull, miqtë e mi, ta marrim mjaltin. Do të kapim bletet atje. Shko përpara, Koko, acaroj pak ata. A mendon se kjo është e lehtë? Bani kujdes! Hej! Dil nga rreta, more Koko. Jam e ngatruar me këtë rrjet bletësh dhe nuk pja dal dot. Më ndihmo. Mendoj se kemi nevojë për ndryshime. Më ndihmoni ju të dy. Wow! Në rregull, miqtë e mi, e jani shpejt te kosherja. Nxitoni, le të shkojmë që ta vendosim kosherën tek lulet. E thikoni, nuk është e fare vështirë. Po ata e bën të gjithë punën tonë. Do thonë a lecuan ata punën. Neze do të finalizohet gjithçka. Le të shkojmë, je ti të gëmë aty dhe ti të kapën bletet. Sa të vastë të jeni ju të dy, ju thashë mos i shkoni ka qafer. Besoj se me kaq mbaroj, ata po flen gjumë. Po, por dua ta kap mjaltin. Vazhdo tani, ngre lart kosherën. Sa qefe kam mjaltin, le të nxitoj miq. Vazhdo, Bolu, mos na bëj që të presim më shumë. Miqtë e mi, shikoni gjithë këtë mjalt që po rrjedh. Bletit kanë bërë mjalt me shumicë. Pa humbur kohë, tani më jep mua qypat. Koko, bëj kujdes. Më rullet e mua pak. Gjysh ta miqë që e ka o miqtë e mi kjo? Të paktën mund të na prisjeve ne. Ju të dy jeni të bafë. Që do të akmerim jo është e sigur. Ata nuk do të marrin mjaltin që kam mbledhur. Do ta shohim në vim, kur gjërat të përmirësohen. Miqtë e mi, çfarë pune të mirë kemi bërë, jemi duke shijuar shumë këtë. Mund të them që ky është një ndër mjaltet më të mirë që kam provuar pas një kohe shumë të gjatë. Mendoj që kjo është vetëm valuleve të pyllit magjepsës.